qa goca? Mimbroma se Mimbroma vajza, mimbroma, përshëndetje. Jo. Unë them mimbroma se mirë du mimbroma vajza. U fash vajza më dhe ty mimbroma kendi. Mimbroma teze e dashur. Qa të them? Mirë se vini sot në qatë duk tu në Don. Channel. E qëp janë e vërtet bugur. E sa kanë kërcy, që kema. A janë po të gjëra. Ishte qik pisë. Bugur, atëherë pa humbur kohë me që vajzat kërcyen. Tregona pak shtypje dite, do më shtyp dite. Shtypje e ditës, ja, shtypje e ditës. Një mal me letra. Thotë shekulli. Thotë, si e njoha piktorin dhe mikun Edi Rama. Allah, e ca ty. E pare punës, a i as piktor, as mik nuk ka qenë kur. Po qkeni e di kyta që ka shkruar. Ore, qka pikturuar kësu u qmënda piktori, për qka bërë, vetëm palatet ka vizuar. Po mime, shkollën për pikturë e kam baruar. Qketi që kërë kishe, I love you zemra, që ka? Ore, I love you prapun atë si kryeministër, si piktor. Oke, bugur. Panorama, Veliaj, Erion Veliaj, thotë. Erioni. Edi Rama. Ciao, Erion. Përshëndetje, Erion. Po, Edi Rama, thotë Erioni. Një artist që organizoi 8 djetorin në 90-ës. Qka? Kjo ka organizuar... Edi Rama, jo Velia, Edi Rama. Të më thonë, My Love e ka organizuar djetorin? Po, Your Love, ka bërë gjithë shka. Ki ka gjithë DJ, gjitha gjëra. Nuk... Ate ka organizuar djetorin e 90-ës. DJ, cateringu, gjitha gjitha. I ka pagu nga gjepi. Atëherë ndoshta e sot dhe i paguat. Ku ta shkru një historinë si që është mos, për që shmëndet. Shqiptarja.com thotë, Bejani, spionët nga politikan e deri tek shkrimtarët. A mon mërja. Ku ka spion? Spion je vetë. Nuk ka spion. Që s'ka spion? Ka agent. Zotin mësus, a je spion? Bravo. Po mi më jo qikop. Një pyetje kam në fakt. Ore që duhen hapur këto dosjet, po tre qeregun e di unë me emra që i kanë heq fletët e tyre. O, që i dalon fytyr, janë kështu. Oke. Po jo, dhe po hapën. Po, kishe shansë në atë kotë mos ishe spion në bashkëpunëtori sigurimit? Po si mund të bësh artist i popullit, pa qenë antar i partisë komuniste nga gjyshi deri... Ke emra konkret? Nuk e emra. Lere, ma po, dëgjohës e shtot, korrupcioni, zbulohet gjimnazi ku shitën 130 diploma me nga 1.000 euro se cila. 1.000 euro një diplom gjimnazi? 130 diploma, 130.000 euro, të shkëllë e pak, opa vajza, e ca ty të moshat kegjen. 1.000 euro një diplom gjimnazi, 30.000 lek ka qenë kohën time. E thot ky që s'po rritë çmimet. Ja shif, ja që bërë. 130.000 euro ka paguar ai. Paguja 30.000 euro të shi në përgjyrkata gjëra. Sa ka bërë kartoni 2 euro? Del me 100.000 euro. Opa! I thot burgut hapu, gjithë si. Ja, është business. Yes. It's just business in Albania. It's a great thing. It's wonderful thing. Adhe e mineruar. Jo më lakë se sot, avokati i popullit prezentoi një studim që bërim i tekstet shkollore. Ato tekste që gjithë e kemi hasur, ku të këta afërmit, ku ke fëmijët se cilit vetat. Avokati i popullit. Po, avokati i popullit. Igri të Tuzane gjeti problemi që kishin tekstet. Avokati i popullit. Më që të ka avokati i popullit. Po që anë kodë gjithmonë popullit kur ka avokat se se marrë vesh? Jo, avokati i popullit që ngre zërin e popullit kur ka probleme. Të rast ishte... Do në populli jone ka kështu të prerë laringun fare, po nejse vazhdo. Barë mëndja ato shkuma partije, gjëra tjera, kuptona për jo. Por avokati i popullit është ka ndalur dhe ca më te. Ndije pak lutem regjia, më ndimo, ndije pak. Ja, kjo është kopertina. Po. Kjo është kopertina, thotë studim mbi shërbimin arsimor në Shqipëri. O, sa bukur, sa bukur. Durrës po graduet, se ka marrë gjitha rrethe. A, sa bukur. Bukur, kalem ke momentin tjetër. Se ka vën leshën këtu? Leshën nuk duket. Avokati i popullit është edhe lesha në listë të lutem. Nuk është, është për nuk duket për momentin. Kapim një paragraf shumë interesant, që shpër që konin e ekranët tuaj që thotë, në komunën Livadhja... Livadhja po Livadhja? Livadhja, në rrethin e këto Penda, Saranda, është ngritur një çështje e rëndësishme thotë nga prindrit të cilët kishin vënë re dallimin midis librave të historisë dhe gjeografisë në dy versione të publikuar në gjuhën shqipe dhe tjetër në gjuhën greke, domethënë. Faktet historike në këto libra duken që kundërshtojnë njëra tjetrën në prezantimin dhe interpretimin e ngjarjeve historike që përfshihen në dy kombet. Kjo situatë ka ngjallë konfuzion dhe mosbesim si ke prindrit dhe ke fëmijët. Sigurisht. Janë prindrit e këtyre minoritetit, apo janë salamdiotës shqiptarë, se nuk e kuptova. Atere, po marrim dy tekste historie, po themi. Një është historia në Shqip, e ka shkruar për historinë shqiptare, Skënderbeu, që ishte beslidhja e Lezhës. Një ato që na duan shumë ato. Edhe një është shkruar në gërgjisht, që Skënderbeu... Ku është konfuzioni këtu? Skënderbeu është gërk. Është gërk. Beslidhja nuk është në Lezhë,
Po ka ndodhur në Kosturia, në Kosturia, që Gjosa i lexon ke historia greke që Ali Pashte Pelena është nga Selaniku. Po. Se bëhesh konfuz? Ali s'është emër grek, Pash nuk është prap grek, te Pelena is totally in Albania. Po çfarë do bëhesh konfuz? Jo, konfuzesh. Se ti more një emër kështu që të po. Skënderbeu. Yorgos Kastriota Skënderbeos. Po, pra është grek. Esta to Lezhas. Lezhë pra Lelisës. Jo Lezhë minon, jo. Nuk është bërë beslidja në Lezhë. Ku është bërë? To thënë tekset. Ku është bërë? Beslidja është bërë diku pa i mirë në Selanik. Në Glifada. Ose në Trikalla. Po kush është bërë konfuz? Ato të minoritetit apo shqiptarët? Se shqiptarët e din, ato të minoritetit. Po jo, pa se shiko, ki parasysh. A e kuptova çka ka ndodhur. Atje ka fëmijë minoritar. A e kuptoj. Që pretendojnë që janë minoritar. Ai prindi i fëmijës minoritar ka lexuar Gjergj Kastriot Skënderbeu, ka varri në Lezhë, i ka ik truri komplet. Po nëse fëmia ka emrin e gjyshit Osman, çfarë ti them unë tash fëmijës edhe babi ka qef marrë një pension nga greku. Po mirë më, s'ka më pensioni, ka hequr gërgu. E hoqe? Le të kthehen, le të kthehen. Le të vita nga dalë në vap. Nese gjithsesi unë, më thonë, kjo më jep arsye në fort të ngrej një pyetje. I kontrollon njëri këto tekst, e heqim këto shkuma parti, këto gjëra. Këto greket që botoni, kontrollon njëri më burë dhe... deputeti grek të mba fjalin mes timarës, kontrollon njëri tekstet. Ma në të keqen lali, ma të lutem. Pa që e thash. Po qëtu deshta jo punën e Gjerman. Të rrigjëm gjithsesi. Qiko, përveç kësaj, që është shumë e rëndësishme, dhe shkëputim vetëm për pak për të treguar... Kjo është më rëndësishme, kjo shkëputja. Kjo, për të treguar një gjë shumë interesante. Do flasim për familje. Në gjykatën e Sarandës, burë e grua janë në gjykatë. O, sa mirë. Janë të dy se zije në gjykatë, dëmon, po ndajen apo po pajtojnë. Jo. Kanë shkuar burë e gru në gjykatë, e kuptohë. Janë gjykatë, se dy në gjykatë në Sarandës. E më dy gjykatë, kanë shku në gjykatë për të ndajen në gjykatë. Po, baba gjodi. Dhe jo the pas pak, Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.